A është letërsia e lidhur me çështje të konformimit dhe zhvillimeve të tij, apo janë fusha të ndara dhe të paprekura nga njëra tjetra? Çfarë atribute mund t'i japim të shprehurit letrar për krijimin e kombeve? Cili është roli i gjuhës dhe i letërsisë në krijimin e bashkësive kulturore? Këto janë vetëm disa nga pyetjet e rëndësishme që shtron studiuesi Vebi Miftari në këtë studim shumë të rëndësishëm për letrat shqipe me titullin Etnoletra shqipe, raporti i letërsisë me etnokulturën dhe konformimin. Zoti Miftari, faleminderit që jeni në një grush librash për të folur për këtë studim që na kthen pak a shumë tek rrënjët tona, jo vetëm tek letërsia, por edhe ajo që është thelbësore për çdo komb, formimin e tij. Faleminderit juve, është shumë kënaqësi të bashkëbisedoj me ju. Përse e ndërmorët këtë studim? Studimi vije si rezultat i kërkimeve shumë vjeçare që unë kam bërë dhe i botimeve të mëhershme, pra është një lloj sinteze e gjithë kërkimeve të mia mbi raportet që letërsia ka me fusha tjera, por njëkohëshëm edhe me vetë natyrën dhe funksionin e letërsisë dhe përpiqet, siç e thatë edhe ju në hyrje, që të evidentoj të shoh raportin e ndërligjshëm, e quaj unë, mes vetëdijes bashkësive mbi vetveten dhe krijimtarisë artistike, krijimtarisë letrare më saktësisht. Ju shkruani, ky libër është një kërkim mbi raportin që krijimtaria, para së gjithash ajo gojore, ka zhvilluar historikisht me përkatësitë, ato gjuhësore, kulturore, fetare, politike. Ndikimi i saj si mjet i shprehjes dhe pikpamjeve sociale, kulturore dhe filozofike dhe forcimin e pikpamjeve të kombit mbi vetveten. Konkretisht, çfarë roli ka pasur letërsia, edhe pse është një letërsi shumë e vonë, në formimin dhe krijimin e kësaj ndërgjegjeje kombëtare? Letërsia, para së gjithash ajo gojore, ka pasur ndikim të jashtëzakonshëm në krijimin e vetëdijes së bashkësive mbi vetveten. Po them bashkësive sepse duhet të nënkuptojmë edhe rrjedhën historike. Flasim fillimisht për bashkësi gjuhësore dhe nëse para së gjithash nëse u referohemi mes jetës, por dal nga dalë te bashkësitë etnike dhe ato dhe më pas te kombet. Pra vetë narrativa që këto bashkësi kanë thurur për veten në arketipin e saj themelor është letrare, sepse mitet, legjendat, pra krijimtaria e pasur gojore, dal nga dal, është shndruar në një lloj arketipi të mbamendjes kolektive dhe rrjedhimisht e ka nxit narrativën e bashkësive mbi vetveten. Kësaj është krijuar ky raporti mes asaj çfarë bashkësitë kombet më vonë synojnë dhe prodhimtarisë së tyre, që është prodhimtari artistike ose letrare më konkretisht. A ka pasur një rol kjo letërsi në kujtesën tonë historike? Padyshim, roli që ajo ka luajtur është shumë i madh në kuptimin që, siç e thash, e nxit rrëfimtarinë mbi vetveten dhe duke nxit këtë lloj rrëfimtarie në formatin e saj ose në formën e saj gojore fillimisht dhe më pas në ato të shkruar, e kultivon edhe ndjenjën e bashkësive për vetveten. Duke kultivuar këtë ndjenjë, ajo nxit edhe vetdijen mbi vetveten, pra nxit reflektimin mbi vetveten dhe pastaj mbi vetveten në raport me të tjerët. Dhe këtu është ndoshta ajo ndërlidhja që unë e shoh mes funksionit të letërsisë dhe konformimit ose pikpamjeve të kombeve mbi vetveten. Për letërsinë e hershme shqipe, ju përmendni termin letërsi filobibliste dhe në fakt nuk ka se si të mos jetë e tillë, sepse edhe librat e parë të gjuhës shqipe ose edhe shënimet e para kanë qenë kryesisht libra fetar dhe pastaj aspekti tjetër, libra që një pjesë e tyre kanë qenë në latinisht, gjuha që përdorej në atë kohë. Po, në fakt përpara se të trajtojmë letërsinë filobibliste, ne kemi trajtuar letërsinë humaniste ose të humanistëve, që është letërsia e cila ruan subjektin arbror ose subjektin shqiptar, por siç e thatë ju, shkruhet në një gjuhë tjetër që është gjuha e kohës, pra në gjuhën latine. Ndërkohë që filobiblistët, të nxitur nga kultura lokale dhe të parë pastaj duke e parë atë në raport edhe me kulturën universale, kthehen nga ajo që është shpirtërore, që është sakrale, kthehen nga tekstet me bazë Biblën, por
pra në një kuptim e humbin subjektin arbror, por përfitojnë gjuhën. Ndërkohë që humanistët shkruanin me subjekt arbror, por në gjuhë tjetër, filobiblistët e përfitojnë gjuhën dhe prej këtej edhe vedijen për bashkësinë e parë gjuhësore, por e humbin subjektin arbror, i cili pastaj rikthehet në periudha të tjera. Dhe kur flasim për letërsinë humaniste, ju shkruani: Mesjeta shtron dilemën. Nëse krijimtaria gojore mund ta barte barrën e dëshmitarit të bëmave epike, dhe kur parimet estetike humaniste kërkonin portretizimin e herojit si të moralshëm dhe të dobishëm. Dhe si argument merret shkrimtaria humaniste e Dimitër Frëngut dhe Marin Barletit, të cilët kanë portretizuar mjaft mirë heroin ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Po, është e vërtet, madje është edhe e vërtet dukshme, sikur do thoshte Aristoteli, që Barleti parasgjithash, po edhe Frangu, duke qenë se i përkasin ndër kategoritë e para të mërguarve, dihet në rrethanat historike të kohës, përveç se përfillin raportet humaniste, përfillin edhe një lloj identiteti të dyfisht, në kuptimin që ata shkruajnë duke u mbështetur në parimet humaniste, por në të njëjtën kohë ruajnë përkatësinë arbrore dhe gjysmë përkatësinë e tyre venedikase. Pra, këto parime humaniste i trajtojnë gjithmonë duke mbajt parasysh edhe kontekstin identitar që ata bëhet i dyfisht, duke qenë që tashmë integrohen në shoqërinë venedikase të kohës. Këtë libër e keni konceptuar, këtë studim më saktë e keni konceptuar në 3 pjesë, dhe në pjesën e parë ju trajtoni raportin e kujtesës me këngën epike. Po, piknisja, njëra ndër piknisjet për artimin e tekstit ka qenë pikërisht kjo, pra raporti që këngëtimi epik ka pasur me krijimin e kësaj vetëdije. Dhe si piknisje natyrisht ka qenë një premisë teorike të cilën e shtron studiosja Anne Marie Thys duke kur trajton krijimin ose mënyrat e krijimit të kombeve, por edhe tekstet e para, si të themi origjinare, mbi këtë raport, ndër të cilat natyrisht shquhen këngët oceanike të Macphersonit. Kam trajtuar padyshim fillimisht në rrafshin teorik, e pastaj edhe duke u kthyer te ato që janë të gjithë njohur, të shembujt konkret anët, këngët kreshnike, epika historike legjendare jona, pra te këngëtimi popullor shqiptar që e shpërfaq sipas meje në mënyrë të përkryer jo vetëm kapërcimin nga këngëtimi epik në narrativ mbi vetveten, por edhe në kapërcimin e ngadalt, por të qëndrueshëm mes letërsisë gojore dhe letërsisë së shkruar, me parabazë të fuqishme mbi traditën gojore. Po, e tham, pjesa e dytë i kushtohet letërsisë humaniste dhe filobiblike, ndërsa pjesa e tretë, që është gjithaq interesante, ka lidhje me letërsinë e romantizmit dhe krijimin e vetdijes mbi rolin historik të bashkësive etnokulturore. Dhe këtu është momenti kur formohet kjo vetdia kombëtare dhe kur më në fund fillojmë ta quajmë veten shqiptar. Padyshim, romantizmi është thelbi i lëvizjeve rilindëse, por duhet kemi parasysh që vetë romantizmi është produkti një ballafaqimi të fuqishëm në rrafshin filozofik dhe atë kulturor. Në rrafshin filozofik ai ka përcen, si të themi, pikpamjet iluministe mbi vetveten, që është një prej kategorive që buron nga sinteza e mëhershme e pushteteve mbi njeriu, që në njërin anë është pushteti civil ose pushteti Cezarit, dhe në anën tjetër është pushteti i moral ose pushteti i kishës. Pra, iluminizmi e tejkalon si të themi këtë dy pushtetësinë, cezaropapizmin, dhe i jep fuqinë individit. Madje ata shkojnë përtej dhe duan të shohin në mënyrë të veçantë rolin e arsyes në veprimin njerëzor. Pra, romantizmi në një anë del si ballafaqim me iluminizmin, por në anën tjetër
e zhvillon më tej ato që unë i quaj identitete pararendse, duke filluar nga humanizmi renesansa, në rrafshin religios, pastaj te reformacioni e kundër reformacioni dhe në rrafshin më politik, le të themi te revolucionet e mëdha sikur është ai francez. Synimi gjithsesi është që të kthehet te klasikja dhe në të njëjtën kohë të jepet hapësirë subjektives. Romantizmi shqiptar është që është si formim ndoshta është më i afërt me atë italian, merr parasysh edhe pikpamje të fuqishme të romantikëve të parë, duke nisë me Deradën mbi vetveten. Dhe për këtë arsye ai është, si të themi, më popullore, më kombëtar në kuptimin që përtej pikpamjeve kulturore, përtej pikpamjeve letrare, synon të jap edhe një dimension të fuqishëm nacional kulturor. Dhe kjo është arsyeja pse në diskutimet mbi romantizmin shpesh për disa nga format e tij thuhet që duhet të ketë parasysh, të mbahet parasysh domosdoshmërisht edhe roli atyre që ne i quajmë kombëformues në letërsi. Pra ata i dhanë një dimension të fuqishëm nacional kulturor që prodhoi pastaj edhe një krijimtari shumë të fuqishme. Ka ndodhur kjo me pjesën më të madhe të letërsive, s'po them botërore, po të paktën europiane? Pra që të ketë pasur rol në formimin e ndërgjegjes kombëtare, sikundër ka ndodhur në Shqipëri? Ka pas në rrafshin teorik, duhet kemi parasysh që ka pas një diskutim shumë të fuqishëm në atë që quhet debati i famshëm mes dy shkrimtarëve gjerman, Herderit në një anë dhe Goethes në anën tjetër, duke qenë që njëri i pari synonte që karakterin e letërsisë ta shihte të lidhur me zhvillimin e kombeve ose me frymën e tij. Ndërkohë që Goethe i mëshonte më shumë parimit universalist, pra që letërsia është universale dhe nuk është domosdoshmërisht e lidhur me pikpamjet e kombeve ose të bashkësimeve me veten. Unë mendoj që, dhe ky është një nga rezultatet e librit, ndoshta që karakteri i letërsisë në thelb është universal, por gjithsesi shpreh pikpamjet e antarëve ose njerëzve që përbëjnë këtë bashkësi për brenda saj. Dhe në këtë kuptim, edhe çfarësimi që i bëhet letërsisë shqipe ta zëm nga çabeje të tjerë si letërsi politike, ka mbështetje, sepse është letërsi politike në kuptimin e pikpamjeve që letërsia shfaq mbi vetveten. Kur po themi letërsi politike, natyrisht që nuk po nënkuptojmë letërsinë ideologjike, edhe nuk po nënkuptojmë letërsinë në kuptimin e raportit të mirëfillt me politikën, por në kuptimin e bartjes së frymës për brenda asaj që është krijimtaria artistike. Dhe kjo frymë në letrat shqipe është përcjell natyrisht përmes gjuhës. Çfarë roli ka luajtur gjuha shqipe në krijimin e kësaj bashkësie kulturore? Gjuha, duke qenë spari mjet komunikimi dhe së dyti mjet artikulimi letrar, ka pasur rol të jashtëzakonshëm. Siç e përmendëm më herët, vetë bashkësitë e para ndoshta të identifikuara qartë janë bashkësitë gjuhësore, bashkësitë kulturore më shumë se sa ose më parë se sa bashkësitë etnike dhe ato ose kombi. Në periudhën e shkrimeve të para ose teksteve të para në gjuhën shqipe, një nga synimet e mëdha të zëm të filobiblistëve ishte pikërisht kjo. Gjon Buzuku shkruante më gjuhën shqipe sepse donte që grigjës dhe klerit në arbëri t'i ofronte tekste biblike në këtë gjuhë. Natyrisht kjo nuk ndërlidhet vetëm me synimin e autorit, ose këto synime të tij janë të ndërlidhura edhe me pikpamje kulturore, pikpamje religjioze. Duhet kemi parasysh që në atë që në kohën kur shkruan Buzuku, tashmë kishim shtypshkronjën e parë, ose kishim shtypshkronjat e para, kishim një lëvizje të fuqishme që i kalonte, si të themi, atë parimin centralist të botimit të teksteve në gjuhën latine dhe u jepte frymë botimit në gjuhët vernakulare. Kishte shumë lëvizje religjioze dhe filozofike që e mundësonin ose e nxisnin botimin në këto gjuhë dhe rrjedhimisht parimi i gjuhësisë, le të themi, bëhet domosdoshmërisht thelbësor. Ky ndiqet ose artikulohet edhe më qartë te Budi, por edhe në periudha të tjera të mëdha. Zoti Miftari, përveç
aktivitetit dhe punës tuaj si studiues me një sër librash dhe kontributi të çmuar në letrat në Kosovë, ju tani më jeni edhe përfaqësues i shtetit më të ri në Europë, në Vatikan. Prej 2 vitesh, tani më jeni edhe në rolin e diplomatit. Po, si që thatë, unë jam shefi misionit të Kosovës në Vatikan, që është misioni i parë i themeluar i Kosovës. Atje dhe natyrisht puna ime e parë është përfaqësimi i vendit tim, krijimi raporteve, thellimi tyre me Selinë e Shenjtë, por sikur e dini, raportet me Selinë e Shenjtë shkojnë gjithmonë përtej atyre politike ose diplomatike, janë në thelb kulturore dhe po përpiqemi që krahas përfaqësimit të zhvillojmë projekte të përbashkëta me institucionet e Vatikanit në mënyrë që kultura shqiptare të bëhet më e dukshme, të jetë më e pranishme dhe natyrisht të shërbejë më mirë qoftë lexuesit shqiptar, por edhe lexuesit të huaj. Po, përpara 2 apo 3 javësh u njohëm me një deklaratë të Kishës Katolike Shqiptare, po bën përpjekje për ta sjell Papa Leonin në Shqipëri. Ndoshta do të ishte një siharish shumë i mirë dhe i bukur që Papa, nëse do të bënte këtë tur në Shqipëri, ndoshta të kalonte edhe në Kosovë. Urojmë që të bëhet. Në fakt, ky ka qenë edhe vullneti i Pap Franceskut, por fatkeqësisht pastaj u bë e pamundur për shkak të sëmundjes edhe të vdekjes së tij. Pastaj urojmë që Papa i tanishëm të ndjek këtë vullnet dhe të vizitoj viset shqiptare. Ne përpiqemi sigurisht që ta mbajmë gjithmonë në tavolinën e tij kërkesën për ta pasur në Shqipëri e Kosovë. Dhe të shpresojmë do të ishte një vizitë e bukur, mbreslëse dhe shumë frymëzuese. Unë i falenderoj që ishit në një grush librash për etnoletra shqipe. Faleminderit, ambasador. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit ju.